dosje ekzistonte edhe gjatë kohës së Bidenit, por nuk ishin hapur. Por erdhi momentin që për të hapur dosje, edhe Trumpi ishte pak e paqëndrueshëm, siç ka qenë gjatë fushatës, edhe ai ka thënë, siç e ke përmendur, që ndoshta nuk ka asgjë ose gjërat nuk janë reale. Tani e dim që ka mbi 3 milion, domethënë fakte që 3 milionë e gjysmë, po. Kështu që sigurisht unë s'kam parë gjithë dhe ne kemi lexuar nga të tjerë që është atje, por nga ata që kemi dëgjuar shumë keq për ata që janë përfshirë. Kështu që është interesant që gjatë kësaj procesin ishte një republikan që ishte Thomas Massey nga Kentucky, edhe ai tha duhet të hapim dosje se nuk ka zgjidhje tjetër. Edhe Trump kishte kritikuar ata. Bile edhe ajo ish congresswoman nga Georgia, Marjorie Taylor Greene, edhe ajo ka thënë duhet të hapim dosje, edhe Trumpi ka kritikuar ata. Por ata kishin të drejtë, edhe bashkuan edhe me demokratët, kështu që ishte një lëvizje bipartisan, edhe në fundit gjithë kongresin edhe gjithë senatin me bekimin e Trumpit kishin hap dosje, sepse kanë kuptuar që nuk kishin zgjidhje tjetër. Edhe unë besoj që është shumë mirë që kanë hap dosje, ata që kanë bërë krimet ose kanë më pak të janë të turpuruar nga ata që kanë bërë, duhet të përballen me ata që kanë faktin edhe krimet ose gafet deri krimet që kanë bërë. Presidenti Amerikan Donald Trump përsëri e ka mohuar miqësinë e ngushtë, por përsëri nga dokumentet e publikuara tregohet që ka një lidhje shumë të fortë dhe të paktën ai citohet në mbi 3500 herë në fajlet e publikuara. Një miqësi, ne kemi parë edhe më përpara në zyrën e presidentit ishte fotografia e Epsteinit, gjë që nuk parandot, nuk e di nëse ju mbani në një fotografi të miku të ngushtë në tryezë. Po, domethënë, gjithçka konfirmohet, ndërkohë që presidenti deri tani e ka mohuar. Po ashtu kemi lexuar dhe për një komunikim të Melania Trumpit, zonjës së parë, atëherë nuk ishte zonjë e parë, ishte thjesht Melania Trump me Ghislaine Maxwellin, të dashurën e Epsteinit. Pra një lidhje shumë e ngushtë, shumë e fortë që deri tani është mohuar. Kuptoj që Trumpi ka qenë njëri publik gjatë gjithë jetën e tij edhe ka dalë me shumë njerëz, qoftë nga majtë edhe nga djathtë, se nuk ishte republikan gjatë gjithë kohës së tij, ishte edhe i pavarur edhe lidhur me demokratët. Kështu që gjatë kohës të tillë ai ka dalë në një lidhje me Epsteinin, nuk e di sa ngusht ishin, ata vetë duhet të përgjigjen nëse kanë bërë diçka. Unë nuk e kam parë diçka të reja për Trump, spesifikisht, që nuk kemi pas një orë. Ne kemi pas një orë që ai kishte një lidhje, më paktën nuk e di sa ngushtë ishte miqësia. Me Epsteinin këta ishte, ne kemi pas ditur para fushatën. Por ne nuk kemi pas ditur që Clintoni ishte kaq shumë të lidhur, që princin i Anglisë ishte kaq të lidhur, edhe Bill Gates ishte kaq domethënë lidhur me gjërat që nuk janë të turpshëm në fakt. Kështu që ka gjërat që duhet të dalin, edhe Thomas Massey, ai ka folur para Kongresit edhe ka thënë që unë kam qëndruar vetëm deri një moment edhe ju gjithë keni bashkuar me mua, por nëse ne shohim ata që janë të pasurit, qoftë nga të majtë, qoftë nga të djathtë, që shkojnë në burg ose më paktën janë të turpuruar për veprimet e tyre, nuk kemi marrë fund nga kësaj procesi. Kështu që unë besoj që populli amerikan ka votuar për të hapur dosje. Edhe shumica nga populli ka thënë që këtë është normal, që duhet të marrim faktet, edhe ata që kanë bërë gafet ose krimet duhet të përballojnë. Edhe një reflektim të tillë është që gjithë Kongresi edhe gjithë Senatin në fundit me bekimin e Trumpit kishte hap dosje. Kështu që ishte një proces që ishte pak ndërlikuar. Trumpi kishte fillimisht ka thënë po, pastaj ka thënë jo, pastaj ka thënë po. Kështu që është diçka që ende nuk kemi parë i fundit, por besoj që jemi të rrugën e duhur që faktet po dalin, edhe ata që kanë bërë gafet ose krimet duhet